Procesi gjyqësor për rastin e zjarrit në diskotekën Puls do të nisë javën e ardhshme më 19 nëntor, ndërkaq krye prokurori Ljupço Kocevski ka njoftuar se për këtë rast do të angazhohen më shumë se 15 prokuror. Sipas Kocevskit, prokuroria është plotësisht e përgatitur dhe tashmë është rënë dakord për mënyrën se si do të përfaqësohet akt akuza në gjykat. Ai theksoi se nuk pritet asnjë problem nga ana e prokurorisë gjatë procesit gjyqësor. Në sallë do të jenë të paranishëm të njëjtër prokurorë që e kanë ndjekur rastin deri tani, por më shumë gjatë do të angazhojmë edhe disa të tjerë, për të mos e ngarkuar punën e atyre që kanë edhe lëndë të tjera. Kështu që do të sigurohemi që gjykimi të mos shtyhet dhe procesi të mos vënohet për shkak të mungesës së përfaqësuesve të akuzës. Hetimi për pjesëtarët e policisë lidhur me zjarrin në diskotekën Puls ishte parashikuar të përfundonte deri në fund të shtatorit, por është shtyr për shkak të disa rrethonave objektive me dëshmitarët. Për procedurën paraprake ndaj punonjësve të administratës tatimore, hetimet po zhvillohen nga prokuroria themelore në Koçan, ndërsa prokurori ka dhënë udhëzime për veprimet e nevojshme të institucioneve përkatëse. Për tragjedinë më të madhe në Maqedoninë e Veriut, në bankën e të akuzuarve do të ulen 34 persona, përfshirë ish ministrat e ekonomisë, ish drejtor të drejtorisë për mbrojtje dhe shpëtim, ish kryetar të komunës së Koçanit, inspektor dhe persona përgjegjës në kompanitë që menaxhonin me klubin e natës. Në këtë ngjarje tragjike, natën mes 15 dhe 16 marsit, humbën jetën 63 persona dhe mbi 200 të tjerë u plagosën.